lindur për shkak të gjithë fluksit të shtuar turistik dhe një kërkesë e Bashkisë së Sarandës për të ndërhyrë me njëherë. U mor parasysh kjo nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe nga ARSH-ja, duke arritur kështu dhe duke pasur një projekt të plot, i cili në 1.6 kilometrat e para e kthen rrugën me 3 korsi dhe duke i dhënë një shpejtësi tjetër dhe duke pasur parasysh gjithë llokimin që ka pasur zakonisht në këtë aks, ndërkohë që 2.6 kilometrat e tjera janë me 2 korsi. Flasim për kategorisë C, por që kemi edhe disa vepra arti, të cilat janë të vogla për të thënë të drejtën, por që kanë një funksion shumë të rëndësishëm në këtë vepër. Si shtat dhe ju, në kuadër të masave të marra për sezonin turistik, u parashikua në planet e ARSH-s që të zgjerojë rruga Eksamilit. Janë rreth 4 kilometra rrugë, ku një pjesë është me 2 korsi vajtje dhe 1 korsi ardhe, dhe pjesa tjetër është vetëm me 2 korsi vajtje ardhe, rrugë kategorisë C interurbane. Në fakt është rrugë interurbane, por janë parashikuar dhe elementet urban, duke qenë se kjo rrugë kalon, është rrugë panoramike, po themi një pjesë, dhe zona tjetër është zonë e banuar. Janë trotuare nga të dy anët me gjerësi 3 metra. Ndriçimi ka edhe një korsi biçikletash, ka dhe korsi 2 metra, po. Ka dhe një korsi biçikletash me gjerësi 2 metra. Kështu që ky projekt, po themi, ka të gjithë elementet e nevojshëm për ta kthyer në një rrugë funksionale. Sot që flasim, realizimi fizik është rreth 30%, ku traseja pothuaj është e hapur e gjitha. Përshëndetje, puna mbar, si e? Lodhe? Ndërkohë që në pjesën e parë, pjesën në zgjerimin e rrugës ekzistuese, për rreth 2 javë do asfaltohet kjo zonë me konglomerat. Trafiku do kalojë në këtë segment ku ne po ecim dhe do vijojnë punimet në pjesën e shtesës. Atëherë në afatet kontraktuale është për të dorëzuar në prill 2026. Okej, dhe jemi brenda pra kalendarit, nuk është se ka pasur të papritur apo në një problematik tjetër. Nuk themi që kanë ecur shumë mirë punimet, përveç disa vonesave të vogla, nëse mund t'i quajmë për spostimin e linjave, siç e shohim është dhe linja e tensionit. Po dhe ishin duke punuar dhe në ndërkohë. Është zgjidhur me një investim të OSSH-s, linja po kalon nga Ajrore në Toksore, kështu që edhe kjo problem. Kështu që kemi edhe një përmirësim pra të fuqizimit të energjisë elektrike në zonë, duke qenë se transmetimi do të bëhet me linja nën Toksore, të cilat nuk janë të ekspozuar ndaj agentëve atmosferik, dhe kemi projekte që ndërthuren me njëra tjetrën. Megjithatë është shumë e rëndësishme ajo që ne thamë, që ky projekt është i pajisur edhe me të gjithë pjesën e mobilimit urban. Pra një projekt i cili ka trotuarët e përfshirë, ka ndriçim, ka edhe korsin e biçikletave, duke pasur parasysh që Eksamili është një nga zonat më të frekuentuara turistike shqiptare, për të mos thënë që për sa i përket promovimit të saj, vetë turistët që vijnë këtu e kanë bërë më të njohur në të gjithë botën për sa i përket sajteve shqiptare turistike. Diçka tjetër që duhet dim për pjesën teknike të këtij segmenti? Është një rrugë interurbane kategorisë C me shpejtësi lëvizje deri në 80 km/h. Siç e tham, janë 2 korsi dalje nga zona e Eksamilit, qoftë për fluksin e trafikut, po themi të shtuar, po dhe në rast të emergjencash, kjo korsi shtesë do shërbej në rast se do ketë nevojë për, po themi, për ambulancën. Për sa i përket një ure që kemi në këtë projekt? Po, është një urë mbi liçenin e Butrintit, 120 metra e gjatë me 4 hapësira. Presim që është në segmentin e dytë. Po, në segmentin e dytë. Presim në ditët në vijim të fillojë puna. Pasi aktualisht ka qenë e fokusuar në pjesën e parë, ku thamë është hapur e gjithë traseja. Siç e tham, problematika deri tani nuk ka pasur, nuk mendojmë që do ketë problematika. Kontraktori shpreson ta përfundojë më përpara këtë segment rrugor, por do presim. Megjithatë ne kemi shumë të rëndësishme që të respektohet afati kontraktual, pra mos jetë pas prillit, duke qenë se tashmë sezoni në Republikën e Shqipërisë ka filluar të zgjatet në kohë. Dikur fillon të në qershor dhe përfundon në fillim shtatorit, tashmë fillon në prill dhe përfundon në fund të tetorit. Ndaj ne do deshim që të gjitha këto zona turistike të kishin gjithçka të përfunduar para se të fillojë sezoni 2026-s. Ndërkohë ne jemi duke bërë edhe një sër ndërhyrjesh për mirëmbajtje apo ajustime në të gjithë vijën bregdetare. Në kuadër të planit të masave që marrim si çdo vit për sezonin turistik, ne po rifreskojmë sinjalistikat kryesisht në rrugët që kalojnë nëpër akset që kanë destinacion plazhet, po rifreskohet sinjalistika, po i shikojmë tabelat, gjithashtu është vëmendje e shtuar dhe për mbetjet që hedhin, po themi, përdoruesit e rrugës ose që krijohen. Jo, kjo është diçka që nuk e kalojmë dot kaq lehtë, por
është diçka që duhet edhe ta publikojmë. Për të drejtën, në këto ditë kemi ndjekur në të gjithë vend pushimet e krijuara në rrugët kombëtare, kemi ndjekur një sjellje që është e përsëritur edhe nga vitet e mëparshme dhe besojmë që nuk është një sjellje e drejtuesve të automjeteve shqiptar, pasi do të ndodhte gjatë gjithë vitit. Ky është një element që na ndodh, një fenomen, dukuri që na ndodh gjatë sezonit të verës, ndaj supozojmë që janë ndoshta automjetet e marra me qera apo automjetet futura në territorin ton, pasi shikojmë që ka një ndotje të gjitha akseve kombëtare, sidomos në vend pushime. Duam ta bëjmë këtë publike që kemi nisur bashkëpunime me Policinë e Shtetit, tashmë një pjesë e akseve kombëtare janë të pajisura me kamera monitorimi, kështu që dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit do të nisim një aksion për të penalizuar të gjithë ata që ndosin akset kombëtare. Kjo është diçka që nuk mund të përballohet nga ne as me skuadrat e mirëmbajtjes dhe asgjë tjetër, në rast se sapo bëhet ndërhyrja për 24 orë, të gjitha këto vend pushime kthehen në kosha plera, gjë që nuk është normale dhe nuk duhet lejuar që të ndodhi. Megjithatë, ne jemi duke marrë masat dhe jemi duke identifikuar të gjithë ata të cilët e kryen këtë veprim, që në kulmin e sezonit me të vërtet prish imazhin e vendit ton, por që nuk duhet ndodhte në asnjë moment. Në rregull, për sa i përket masave të tjera të mirëmbajtjes në jug të vendit, ashtu siç tham, ka ndërhyrje në parkun e Llogaras apo jo, dhe në pjesën e Dërmi Palasës, ku dhe ajo është një pjesë shumë e frekuentuar, është një aks i ri, i cili duhet përfundoj kolaudimin, por nga ana tjetër duhet mbajtur në parametrat e duhur për t'u përgjigjur gjithë kërkesës turistike që ka ajo zonë, dhe më pas edhe rruga tradicionale e Bregdetit, e cila duhet të mirëmbahet, duke qenë se është dhe një rrugë e vjetër dhe amortizuar. Ne kemi shprehur edhe gjatë prezantimit të programit Shqipëria 2030, që tashmë ne kemi një plan për ndërtimin e një rruge e cila do të lidh tunelin e Llogaras me Sarandën, pra atë që ne e quajmë rruga e Bregut, por ndërkohë deri atëherë ne do të vazhdojmë me të gjitha projektet që janë në ecuri e sipër, në jug të vendit, dhe sigurisht do të vazhdojmë edhe me mirëmbajtjen e akseve kombëtare që gjatë periudhës nga maj deri në tetor janë shumë të rrahura dhe me ngarkesë të shtuar. Ky është projekti i miratuar apo jo? Projekti i lidhet me rrugën ekzistuese me një rrethkurim, e cila jep akses rrugës së re, rrugës që vjen nga Saranda, për gjijit midhjeve dhe gjijit të shkuar nga Kep Nga ana tjetër kemi 3 rrethrotullime apo jo? Rrethullim i parë. Pastaj kemi të dytën. I është në hyrje të Samitit. Dhe pastaj është tjetri që lidh me rrugën ekzistuese. Në hyrje të Samitit. Dhe shkojmë me një metrodorsi, pastaj vazhdojmë me 2 korsi, por me 2 trotuare nga 2 akrate kështu me radhë. Në ky rrethullim deri te ura mbi liçen është një interchange, është projektuar një interchange. Edhe mbajmë mirë këtë të shkoj. Element të sigurisë. Pasi të themi një gjë të rëndësishme, që ne jemi duke ndërtuar këtë rrugë sot, por ne kemi plane dhe zgjerimin në të ardhmen, duke qenë se zona është një zonë me intensitet të lartë ndërtimi, me intensitet të lartë vizitorëve të ndryshëm, siç tham, është një zonë e cila mban pothuajse gjithë peshën promocionale të Shqipërisë në përbot, Ksamili, Maldivet e Europës. Ne, edhe këtë rrugën që po ndërtojmë sot, jemi duke ndërtuar në parametra për të pasur edhe zgjerime të tjera në të ardhmen apo jo. Dhe kemi 2 interchange. Po, ky është interchange i parë, pastaj shkon te ura mbi kjo është ura mbi liçen, një urë me 4 hapësira që 20 metra gjatë. Pas urës një interchange tjetër. Për të aksesuar zonën nga 2 akratë me disturës dhe kemi korsitë nga dalësimit, pra është gjithçka sipas parametrave të sigurisë rrugore i dizenjuar. Dhe në përfundim pastaj me rrethullimin e fundit që themi, ku i kem për Butrin dhe hyn për Ksamil. Bukur, rrethullimi i fundit bën pra lidhjen e rrugës së re me atë ekzistuese. Okej. Shumë mirë, shkëlqyer. Shumë faleminderit për prezantimin sot. Shpresoj shumë inxhinier që t'i qëndroni afateve kontraktuale dhe nëse e dorëzoni dhe më shpejt se ato do t'ishte akoma më mirë. Shumë faleminderit.